këta na kanë bërë një lavazh trunit papam për të na vrarë identitetin. Dhe koncepti i agjendës Kalergi është momenti kur ne kuptojmë si me çfarë bazë ndërtuar ky civilizim. Dikur ishte një pap që e hoqin qafe, Benedikti më duket i Gjermanisë, i cili tha që Europa duhet të kthehet i rrojnë tek kështera. E vran, e hoqin qafe duke i bërë grushteti brenda me shantazhe dhe në të treshën komplotiste për ta hequr qafe. Ato ishte Obama, Soros dhe Merkel. Dhe sollën një pap që kishte qenë barmen. Dhe Vatikani u kthu në sinagogë. Dhe sipas Krishtit sinagogë e djallit. Me flamur LGBT. Koncepti është që gjithë historia, gjithë civilizimi, gjithë projekti jon mbi veten, po studiosh Kalergin kuptuar Tartarin. Është një lavazh për të na shpikur neve që diçka e huaj, jo e jona. Ka pasur super zhvillim dikur, dhe ne jemi ca nqënje kryesisht harrojnë që ne jemi viktimat më të mëdha të idiokracisë, të lavazhit trurit që na kanë bërë ata ku sipas studimeve të fundit të OECD-s, fëmijët në Japoni, Kinë dhe Kore të Jugut kanë një rritje të përhershme në standardet e IQ-s dhe të njohurive të inteligjencës etj dhe të cilësisë arsimit, kurse në Europë, se Amerikën ja kena marrë dorën, as diskutohet që po, në Europë ka ftuar një dekadencë mendjes njerëzit, ku Gjermania është mbushur me budallë, Anglia me budallë, Franca me budallë. Po ti marr si vende më kryesorë, më kyçe. Të tjerët as si diskutohet. Po marr këto treja. Ne kanë qenë lider në Europë, se ne jena pak më mirë se sa ata. Domethënë, ka po ti kapësh, po rritet cilësia e arsimit në Rusi në raport me Europën për shkak të Europës, jo për shkak të Rusisë. Në qartë, nga që këta kanë shkuar dekadencë, ka arsye të shkosh studiosh në Rusi sot. Jo në Harvard, jo në Oxford. Po më ta them trot. Ka arsye robi të shkoj, nëse do një huri të shkoj më mirë në Rusi, e lëmë pastaj në Pekin e këto të tjerat, më kupton logjikën, sesa të shkoj në Oxford apo Harvard, që prodhojnë vetëm budallë. Që prodhojnë lavazh truri, që prodhojnë idiot. Dhe i gjithë arsimi perëndimor është një, si thosh, një spital psikiatrik për të prodhuar budallë. Pra të bëjnë budalla me zor, duke qenë robi i çut. Hajt intoksikohesh pastaj. Detoksikohesh pastaj. Miqal, kur mbaron shkollën do të fillosh një luftë madhe me veten për të shpëtuar nga, si thosh, deformimi që të kanë krijuar në njohuritë tuaja, aftësitë tuaja etj. Dhe koncepti është që kur çdo që është fans i Tartaris vetëm të bëj pyetje vetë për ta mbyllur, të bëj pyetje vetes, një pyetje thjesht. Po sikur. Po sikur të ishte toka e sheshtë për shembull. Fillojmë tash. Andrea, mos jesh apo. Momenti që toka do ishte e sheshtë, ja, momenti që toka do ishte e sheshtë, personalisht si Altin. S'do mbledhim dhe më shpinën, është flerë rahat. Personalisht si Altin do isha dorë nga gjithçka. Pse? Sepse kur njerëzit toka e sheshtë mbarin aty bisedë. Si do ta besosh? Hecim me teorinë e po sikur. Po më këtë po them. Këtë po sikur po marr. Çfarë do ndodhte? Se njerëzit marrin vetëm momentin e parë. Po nuk marrin gjithë rrjedhojat e rrjedhojës, pra gjithë pasojat e tokës së sheshtë, po të ishte e vërtet. Po pasoja e parë do ishte që ne jemi në një kub, apo ne jemi në një kafaz. Ne jemi si ke filmi Truman Show apo me filma gjithë. Filmi Truman Show, po gjë mënyra më e mirë me komunikues sot. Se do të them libra, kush lexon libra sot? Truman Show, ke parasysh me Jim Carrey, që është që i lindur në një kub, ke parasysh edhe gjithë bën aktorin me të. Ai Jim Carrey tjetër, jo ky, po. Tjetër muhabet. Truman Show, rrim aty. Koncepti është që jeta jon, po të ishte toka e sheshtë do ndryshonte gjithë konceptet që ne kemi mbi gjithçka. Cili është koncepti i parë? Këta ka thënë që graviteti është shpikja e Newtonit, apo jo? Sepse një gjë po të rretullar do bjerë poshtë, apo jo? Dhe s'ka mundësi që po të rrotullohet toka ne nuk bien poshtë me teorinë e gravitetit që na thith brenda. Ke për këto diskutimet që bëjnë këta etj. Koncepti nuk është tu, koncepti është më i thellë dhe filozofik me të gjithë. Pastaj është fizik. Nëse toka do ishte e sheshtë dhe dielli do ishte hëna do ishin ato që do ishin. Ky mashtrim i madh kërkon një regji gjigande apo? Që nuk ke se si zgjohesh. Se dhe po zgjohesh ka si vlerë, pasi regjia është gjigande. Pra, a mund të marrë të fshet që gjithë botat jetojnë këtë lloj gjëje dhe të jemi dakord që një elit na mban në sekret dhe gjithë tjerët gënjejnë. Tash mekanizmi i gënjeshtës ka vrimat, aftësitë, menaxhimin. Unë kam besuar gjithmonë ke teoria e Stanley Kubrick që çdo skenar është i dështuar. Nuk ekziston asnjë skenar i suksesshëm.
nuk ekziston. Nga çufët, nga këta që Jo, në parim. në parim. Njerëzit ta harrojnë se mund të bëjnë një skenar të suksesshëm. Do gjetë një defekt, do ndodhë një gabim. Dhe ai ka bërë një alivë filmat e tij të parë që ka fituar vlerë në kinema botërore, ku tregon një bandë që kishte bërë një plan perfekt për të vjedhje. Dhe dështon projekti për shkak jo të bandës, për shkaqe të rrethanave. Dhe hap pas hapi, step by step, ai demonton një skenar, është një shajs i jashtëzakonshëm. E njifte shahun jashtëzakonisht shumë mirë. Unë kam besuar që më koncepti që nuk ekziston një skenar i suksesshëm. Ka gjithmonë defekte, sado i suksesshëm duket. Pra perfeksioni nuk ekziston. Çfarë do thotë nuk ekziston perfeksioni? Nuk ekziston perfeksioni do thotë që është e pamundur në të gjitha termat teknik që prej 500 vjetësh ne të jemi viktim e një rrene të mënyrës se si ekziston gjithçka që ne jetojmë. Sepse kjo rrenë që të jetë kaq perfekte kërkon ca mekanizma të jashtëzakonshëm të zhvilluar që vetëm alienët i japin kuptim. Ma kuptove si dalim ke koncepti është që nuk ekziston asnjë shans që në 500 vjet një grup i madh njerëzish të shpërndarë në gjithë botën, që vinë nga backgrounde të ndryshme, dikush ka qenë i varfër, dikush ka qenë i pasur, dikush i shkolluar, dikush pa shkolluar, në atë që quhet sistemi universal i njohurive, që ka të bëjë me dijen fizike, dijen reale, mënyra si menaxhohen trenat, si menaxhohen aeroplanet, si menaxhohet deti e kështu me radhë. Nuk ekziston asnjë shans që të ketë një skenar kaq perfekt i zbatuar në mënyrë kaq perfekte pa vrima. Nuk kuptova logjikën. Çfarë do thotë pa vrima? Nëse toka do kishte qenë e shesht, sipas tyre, do duhet që ne të ndryshojmë gjithë konceptet që kemi mbi mënyrën se ekziston çdo objekt me vetveten dhe me të tjerët. Objekti. Kemi këto 3 celular këtu. Më fal, këto 3 kamera këtu. Kemi ca mikrofona aty. Të gjitha këto qëndrojnë aty pa lëvizur apo jo? Po të ishte toka e shesht, ne duhet të rimendonim gjithë pozicionin e këtyre gjërave. Ndërkohë kur të mbillnim faren për të ngrënë, duhet të rimendojmë gjithçka që kemi thënë e kemi bërë. Gjithçka që është thënë, gjithçka që është organizuar. Do ndryshonte hap pas hapi, shkak pas shkaku, pasojë pas pasojave, të gjithçka që ekziston në këtë botë, duke rrëzuar gjithë vlerën e gjithçkaje. Sepse do ishim komplet si një zog që zgjohet brenda një kafazi, më kupton logjikën, i cili si ka kuptim asgjë pasi është thjesht një objekt kukull që kujton si inteligjencë artificiale, që kujton se është njeri, si Pinoku, po që është as njeri. Dhe gjithë bota do ridimensiononte gjithçka, luftrat, historinë, identitetet kombëtare, racat, etnitë etj. Tani të vazhdoj pak te kjo puna e tokës shesht. Koncepti tokës shesht në të gjitha pikpamjet e veta nuk është një çështje fizike. Është një çështje rreth parë filozofike. Pastaj çështje identitare. Pastaj kthehet çështje sociologjike. Pastaj kthehet çështje psikologjike. Pastaj është çështje fetare. Në fund fare është fizike. Këta thënë fizike.